Vlorës. Po ndëgjoj, ato janë hajare. Hajgare. Është talje me elektorat, talje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas pari, ai s'ka gjetë një zavendësim gaz amerikan. Ai e përmend gazin sintetik, e përmend gazin Gazifikimin e thëngjillit. Gazifikimin e thëngjillit, ne përpara ke bazë gazifikim të thëngjillit. Mos harroni me gazin sintetik të Obeligjit kemi nxehë Kur'anin e Shkupit. Dhe atje kemi prodhuar çelik në Jugosllavi. Unë traseja e gypave këtë ekziston. Në pra trase mund futin gypa tjerë, mirë, po ta se kanë bërë asnjë studim fizibilitet. Unë jam kemist në profesion dhe e di sa kushton ajo afërsisht. Sepse edhe e kam vizituar dhe kemi si student kemi vizituar dhe kemi studiuar mirë gasifikimin në Obeligj. Nëse ne dojmë me prodhu gaz nga lindilili, është i dopt me pak energji, ne na do të investime pej 59 miliard euro. 59 miliard euro. Nuk ka Kosova këtë para. Po ashtu, edhe nëse e bëjmë gasifikimin, e nxjerrim gazin sintetik, nëse nuk e përmbushim këtë kompleksin e kapacitete me fabrikat ndryshme që duhen për me